nga shumë kolegë tjerë që janë instrumentista, ti ke stil veçantë. Atë që ti ke bo, që pjesa më e madhe këtyre nuk i ka bo, është pjesëmarrja jote në për evente të mëdha, valla, sidomos në për show të mëdha, emisione, programe televizive që janë me emër, ke bo hapje, ke bo gjona. Po s'ka ngel njëri pa shkuknë për këto televizione. Shikojeni. Njerëz që s'di më bëz gjë. Çunat vinë me grupin, po është këngëtari, se ne kemi pa ato. Kurse kur ti shkon ti, skenje i mrapa. Fokusi është aty. Skena është e jotja. Dhe ajo që ti bon realisht ngelen. Po ke provu dhe skenat mëdhaja, ke provu dhe i gjotë beçan me Ana Oksën. Po, ajo është diçka që nuk shkel çdo kush atje. Kjo është këtë ja vlerësoj dhe unë vetes time. Është një arritje goxha e lezetshme për karrierën time, por nuk duhet të ndalem me kaq, madje po e them ke ty për herë të parë këtë. Kam bërë plan që ta sjell Ana Oksën në Tiranë. Çfarë thua? Po, recital. Ti bëj koncert, mund të merrem me organizimin me gjithçka. Po ky është lajm, bra. Ky është lajm. Mos për hap panik, Është lajm me Gmail, po e fjalë para shumë si ide apo nuk është? Jemi akoma me pjesën e koordinimit që gjejmë, sepse duhet që ta bëjmë këtë pallaj kongreseve, që gjejmë periudhë përshtatshme për njerëzit që mos jenë me pushime, edhe mos të ketë shumë larmishmëri eventesh, sepse duhet që të marrë fokus kjo gjë. Të jetë fokusi aty, edhe pra, domethënë mos kenë shumë alternativa të hallakate njerëzit. Gjej një datë që të jetë edhe salla lirë, të jetë edhe Ana Oksa e lirë, por edhe të jetë mirë edhe për publikun Allah. Mix në total. Kjo është shumë e vështirë kjo, se duket si shumë. Shiko, ti dhe koncert recital. I bi koncerti asaj të gjithë. Po. Kjo është gjë e madhe. Shpresim ta realizojmë dhe dalim me sukses. Inshallah. E unë të Ros, sa më suksese, sepse nuk janë gjëra të vogla këto. I dun jo 4 ore, po. Nuk ka formë. I dun 6 këndçe, këtë. Nuk ka formë. Ojma. Po dhe. Nga gjitha i eventi se ti ke folë edhe për emisione tjera. Unë du di vetëm një gjë. Atë që zakonisht nuk pyesin njerëzit. Ore, kur isha atje përpara, se ti skena ke provu. Po, kur je në skenë, me një të madhe si ajo, më thuj vetëm gjendjen tate, dhe kaq du t'dil. Shiko, vetëm, domethënë, çfarë ndodh? Se në çdo festival, çdo emision, çdo eveniment madhështor, t'i jepet një X minutazh i caktuar, edhe që ti do shprehësh veten. Për shembull këtu ti po më jep mua një minutazh, po themi 60 minuta, ku diun. Për shembull, me 60 minuta unë duhet të tregoj se kush jam dhe çfarë bëj. Apo kur dal në skenë që performoj unë, do luaj 1 orë, do luaj gjysmore, do luaj çerekore, ndërsa aty e kisha me sekonda. Ato sekonda du t'isha perfekte. Sepse aty përveç se përfaqësoja veten time, familjen time, po përfaqësoja edhe ne si shqiptar, domethënë, si instrumentist që vjen nga Shqipëria, violoncelista Italia ka me lopat. Po. A kupton sa violoncelista mund të shih Ana Oksa pas ka marrë një violoncelist. Kush është ky? Ose si bika Gjoki që ka kot nga do nga në ilaç italisë. Jo më që ka shqiptar. Pas shef s'bën shqiptar. Domethënë është edhe kjo përgjegjësi që ke nga brenda. Domethënë këto gjëra të vinë përpara se ty hysh aty brenda. Domethënë futesh në skenë. Po kur hyn në skenë pastaj white noise.
Ja rron çka mendove mas. Komplet. Këto ndodhin gjitha përpara se tysh. Gjitho mendime, gjitho janë gjitho, domethënë sepse në atë 30 sekonda, 1 minutë duhet të japësh perfeksionin. Sa ke mundësinë. Për shembull, ke studiuar për 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, i vit, 5 vjet për shembull atë gjën. Për atë 1 minutë. Për atë 30 sekondë që 1 minutë. Imagjino me gabu aty, nuk kthehet më sepse është edhe live. Është edhe live në pastaj është i vetë një rast. Unika. Po është një rast se ti jep në jetë valla. E kupto? Kështu që imagjino se çfarë presioni ke sipër, ke sikur të shtyp, sikur të bi skena në kokë, më thoni sa. Çfarë than italian, kod perfeksion. Po nuk e di, më thonë. Nuk e di sepse kështu drejt për drejt gjithë thon llafet unika, komplimenta, bravo. Si surat se ti. Surat mirë se janë pozitiv njerëzit, janë sidomos evropianët e kështu sado të janë civilizuar, por shumë këtu në Shqipëri pastaj këtu më kam prit me superlativa etj, por nuk e di, them drejtën, nuk e di. Vetëm fakti që kam hyrë aty, kam marrë qoftë 1 minutë, qoftë 2 minuta, 3 minuta sa ka qenë ajo. Domethënë që kam marrë nga televizioni italian apo nga minutat e Sanremos. Vetëm që kam hyrë aty, që kam dalë. Shumë domethënë. Vetëm aq ka shumë vlerë. Domethënë për paktën për mua si instrumentiste dhe si dikush që e vlerëson shumë atë si eveniment.